ajo ka ditë me bo atë shkputjen me dallu prej Albinit, që të mos në drejtim të politikave dhe të përkrajes të komunikimit të saj me përëndimin. Zoja Osmani është në garë edhe për president. Ne kemi nominu tjetë në garë për president dhe ne do ta përkrajmë për me qenë edhe një herë presidente, sepse ka të rëguat, i ka dhonë një lloj stabilitetin në disa pika kyçe Kosova në këtë udhëtimin e VV-s. Ajo ka ditë me bo atë shkputjen me dallu prej Albinit, që të mos në drejtim të politikave dhe të përkrajes të komunikimit të saj me përëndimin, me aleatët tonë që në kanë ndihmu në për këto procese. Edhe për ata do ta përkrajmë me sa mundim edhe subjekti jonë politik e ka veç është e nominume. Po na kemi Zojën Osmani edhe unë mendoj që Zoja Osmani tash edhe ka edhe përvojën e dur, ka njohjet e dura, edhe është e duhura për të qenë president. E jemi të bisedu që ne mujmë ardhë në një anarhi totale të funksionimit të shtetit. Jemi të bisedu që mundet me ndodh jo mirë për Kosovën pas 4 tetor, jo mirë, po shumë keq. Atëherë na po mundohemi me bëni zgjedhje, po kontributi jam ka me qenë me dhënë orientim, mas me ndodh ajo. Edhe gjithçka që shkon në funksion të kësaj, unë do t'ishta shumë i kënaqur që me pas mundësi me dhënë pak, sado pak kontribut për stabilitet. Zoti Kuçi, tash të kthehemi edhe një herë tek çështja që ju më shumë t'i alarmucët, 4 tetori. A ka një lloj projekcioni ose një situatë ku ju me angazhimin e juaj individual partijak në përgjithësi mundeni me i thirr arsyes që me gjetë një konsenzus dhe një kompromis për mos me mbritje 4 tetori. Natyrisht kjo varet prej vullnetit të palëve, edhe ndoshta ka ardhur një moment që na i apelojmë më shumë pjesëve dhe anëve pozitive të secilës partisë, sa tu i pa negativitetet dhe tu kriju sa më shumë distancë prej njëna tjetrës. Për shembull, a keni ndaj vlerësim në hajtim LDK që ka rol në shtet ndërtime PDK-ja, po ashtu aleanca edhe në kuptim të temave të sigurisë në përgjithësi, vetëvendosje që tashmë ka kriju një pjesë ose një ndërlidhje të madhe me një pjesë të madhe të shoqërisë, dhe kjo nuk është jashtë nesh, ata secili prej taboreve politike janë mbrana kësaj shoqënie. A mendoni që ka një rrugë, me fol me amën të emisionit, a mendoni që ka një shteg për me i thirrë mendjes konsenzusit në përgjithësi? Po normalisht që ka një shteg, jo një shteg, po ka shumë shtegje që na duhet me thirrë arsyen edhe për më ullë me biseduar për me gjetë një mënyrë me kalu këtë situatë. Po mos ishte kjo, atëherë nuk kishte në garë, në formën demokratike, nuk isha garë, e kisha gjetë një mënyrë tjetër për mas me ndodhë kjo. Po tash jemi në garë në demokraci, jemi në garë për vota. Ai që merë shumicën, sovrani i cili në demokraci përcakton rolin edhe fuqinë e tij në këtë çështje. Unë mendoj që ka mundësi, kemi potencial, duhet me gjetë potencialin me të kalu këtë krizë. Edhe bëj thirrje, pa marrë parasysh ka thashë për zotin Kurti, edhe për sjellësit e tij, edhe ata duhet me thirrë arsyen, edhe duhet me qenë një presion edhe i mbranshëm i tyre për të parë në cilën fazë kritike po hym. Se përket subjektit tonë politik, normalisht që kanë me qenë shumë të arsyeshëm, sepse janë të vetëdijshëm për fazën që po hym, tash rrezikun maksimal që do të hym, edhe kena me gjetë arsyen. Jo veç me Partinë Demokratike të Kosovës ose me Aleancën për ardhmërinë në Kosovës si dy subjekte të spektrit të djathtë. Na duhet më ul me shtjerë gjithat potencialin ton për me dhënë kontribut për mas me ndodhë, për me kriju një stabilitet.
Nashta edhe populli, edhe qytetarët që votojnë, duhet me pas një presion tek ata që votojnë. Qoftë të VV-s, qoftë të Aleancës, qoftë të Partisë Demokratike, edhe të LDK-s. Sa i përket LDK-s, ai dihet që ajo është e vetëdijshme në fazën e rrezikshme që po hyn, edhe ka me dhënë atë maksimumin për mas me ndodhë kjo. Po, do të thotë kuqive që tash krejt neve në kanisme me na u ngjis një bindje ma negative për situatën e po shpresoj që e kalojmë veç po e shohim edhe para fushatën, si me thonë që gjua elektorale, sidomos prej lëvizjes vendose që ka më shumë fuqi elektorale, duket që jep sinjale që nuk kemi ose na votoni që sepse nuk kemi nevojë me u bë të varur prej partive tjera, na duhet me udhëheq proceset të vetëm, edhe ndonë se i referohet një lloj koalicioni që nuk është, si më thonë, në plotnia as nuk e përmbush termin e koalicionit ajo çka ka brenda, po sidoqoftë duket që nëse njëna pjesë e kastës politike ka vullnet për me bo marrëveshje, ndërsa tjetra thot që na nuk bëjmë marrëveshje sepse nuk bim prej e presioneve të kësaj pale, edhe kjo ndarja në dyshë e shoqënisë mundet me çu në thellim të krizës. Tash 4 tetori më mbeten mendje edhe mu, po shpresoj që nuk vim te situatë. Po mendojmë pak edhe pozitivisht, sepse tu mendu çdo herë negativisht edhe ajo mund me ndodhë. Po jap një kahje edhe pozitive. Unë shpresoj, s'paku shpresoj, që dhe VV do të thirrë arsyen edhe do të ulet për me gjetë një zgjedhje. Kurse kjo punë, nashta është, po shpresoj prap, që është pjesë e fushatës për të marrë vota, ka një sistem vetin, Albini unë kundra të tjerve, mirë po në qoftë se vazhdojnë vazhdimisht kështu, ajo po i bje që ai kundër shtetit Kosovës, ai kundër historisë edhe të bombave të shumë gjenerata, ai kundra Kosovës, jo kundra të tjerve. Kush janë të tjerë? Unë shpresoj që nashta në këtë radhë do të bëjnë një thirrje edhe elektoratit vetë, po pas zgjedhjeve. Tash jemi në fushatë edhe po marrën se është pjesë e fushatës.